jemi për një recetë, për të pirë kafe, për të pirë çaj, çfarë të duash ti. Do kafe apo çaj sot nga Mokador? Me thënë drejtën... Se kemi provuar ndonjë çaj në Mokador? Kemi si variante të ndryshme të kapsulave diva me kafe. Që këtë mua lebit të çaj. Me limon të shkon, të çaj me limon. I kam bërë gati se e nisa pak më herët për të bërë njërin çaj dhe janë këto kapsulat që janë 26 të tilla në çdo paketim, sikundur janë edhe llojet e ndryshme të kafes, kapsulat diva nga Mokador. Na sjellin një shije të parezistueshme të çajit me aromë limoni për personat të cilët janë adhurues të çajit, atë provojnë edhe në ekspres, po marrim një kapsulë e cila siç thash përmban, nëse e dëgjoni, 7 gram. Çajin me shije limoni. Gati për ta shijuar në total e gjithë sasia do të shijohet nga Albana. Sot do ta provojmë për herë të parë kapsulën me çajin e limonit me aromën e parezistueshme që na sjell Mokador me ekspresin Deluxe dhe bashkë me ekspresat e tjerë cilat janë në dispozicionin tuaj nëse dëshironi që të keni një ekspres fantastik të shpejtë dhe t'ju bëja të kafen kremoze që të mos i rezistoni dot dhe për ta nisur ditën plot energji. Provojeni, ndërsa ekspresi që sapo përfunduam që na ndihmon edhe për kafe, por edhe për çajin me kapsulat me aromën e limonit, është në dispozicion edhe të zyrave të cilët zgjedhin ta konsumojnë kafen aty bashkë me kolegët, me kushtin e blerjes së një paketimi me kapsula të ndryshme sipas llojit dhe shijes së kafes që u doni. Çfarë arome mirë të kam sjell një çaj me një shije fantastike limoni. Meqense kërkove një çaj sot, dikush preferon kafen, dikush preferon çajin në mëngjes. Ne i kemi të dyja fatmirësisht. Një hapje e tillë e kapsulës që përmban 7 gram edhe një kafe, për kapsulat diva vijnë me ngjyra të ndryshme sipas shijes dhe llojit të kafes, se këtë e ka të veçantë Mokador që ka një larmishmëri të madhe të kafes, një prekje lehtë të butonit në ekspresin diva për t'ju dhënë një shije të pakrahasueshme, një kremozitet, një aromë, të bën sikur je në ato kafenet italiane me këtë shijen e shpunzuar të kafes. Për ju që e adhuroni, sot provuam çajin Mokador me kapsula diva, të cilat janë kapsula sepse gjithë Mokadori punon në një sistem të mbyllur, kapsulat janë ekologjike, riciklueshme, pa absolutisht asnjë shtesë kimikatesh apo konservantësh, janë tërësisht ekologjike, 100% të tilla. Rikthehemi tani te gatimi, na kanë mbetur diku jemi te 10 minutëshi për të përgatitur dhe një recetë tjetër të tretë. Mua tretë. me fruta të thata. Kam një seshten, qumshtin. Po. Do bëhet si tip muhalebie si paluzi dhe do të ketë brenda dhe frutat e thata të cilat konsistencë më të trash. E lëm pak më tepër, ose shtojmë pak më tepër një seshte. Kish edhe pak portokall, sikurse, ose ujë trëndafili. Ja, i largoj unë enët që zduhen. Kam vendosur tenxhere, të nxehet. Që të trashi masën e një seshte. Dhe direkt. Këtu dua të pak ujë, Niki. Ndeza edhe tjetër. Pak fare ujë. Nëse ju qumshi nuk e keni masën e duhur, sepse keni bërë 2 gatime, patjetër shtojeni me pak ujë se edhe shplani enën mirë. Asgjë mos të shkoj dëm. Çdo gjë riciklohet, sidomos në kuzhinë. Shtoj masën e sheqerit. Nëse ju nuk keni lëngun e portokallit, ujin e trëndafilit, mund të shtoni vanilje. Të masën këtu.
Dhe presim derisa të rëndohet steli. Masa. E që e pak më lartë, në nxehtësinë, edhe jemi në rrugë të duhur. Tek frutat e thata, ta nik të mua lebia me frutat e thata, keni ara në shtëpi, keni lajthi, stika, bajame, rrush të thatë, E ullë nxehtësinë tani, pak kanell. në maksimum. Do nuk e fik, Është ajo mbësira që themi 3-4. Sepse diçka të është ëmbël. mbiksur. Edhe me një thik filloj edhe ja të marrë të thika ime. Coptojmë pak, keni më të Ti vogla. coptojmë, unë e kam gati. Edhe zbuten më mirë, po edhe janë më Patjetër që praktike po. për t'i konsumuar. Pa duket sikur ne bajamet i presim në fletëza. Ti qërojmë ato Vem bashkë një stikat? punë, po. Pra, një formul e shëndetshme. Njeriu nëse konsumon gjellët me perime, pra perimet e stinës kryesisht, frutat dhe disa aror, pra frutat të thata, ka një dietë të ekuilibruar, të shëndetshme, si duhet gjithë tjetër. Është bërë gati muhalebia, i shtojmë edhe frutat. E kemi fiks për... Këtu, ke voçkla këtu. Praktikisht më duhet një më e madhe, jo ka që e vogël, ja të marrë një më të madhe. Se kam dalë snafe fare. Ka për gjithë. Do të sjellim edhe tavën me patate dhe jemi drejt fundit të gatimeve për sot. Është kënaqësi kur i përfundojmë dhe i sjellim të shërbyera, gati për të konsumuar, sepse zgjidhen të tilla receta të cilat bëhen kollaj dhe prej jush. Kjo merr Piksu. Dale, të gjithë të masën këtu. Okej, është okej. Masa që na duhet dhe E marrin dhe patatet? Sa hedhe dhe këto? Ti bësh gati dhe- Fruta. muhalebin sjell patatet, të cilat po janë bërë edhe shumë mirë madje. Recetën e muhalebis e keni në ekran për t'i shënuar produktet dhe për ta realizuar kur keni ndonjë neps për ëmbëlsira.